Një ngjarje rëndësh regjistruar rreth orës 14:35 të kësaj të hëne në zonën e qafës së Llogaras, një automjet i cili është djegur totalisht në anë të rrugës, ndërkohë që brenda tij është djegur edhe një tjetër person i cili është shkrumbuar totalisht. Në vendngjarje ka mbritur menjëherë pas njoftimit të bërë nga një qytetar i cili po kalonte në këtë aks edhe policia e Vlorës, e cila ka nisur edhe menjëherë hetimet. Nga policia ende deri në këtë moment personi mbetet i pa identifikuar, edhe pse dyshohet që mund të jetë nga qyteti i Beratit, kjo edhe referuar automjetit që dyshohet se lëvizte në këtë qytet. Megjithatë, hetimet janë duke vijuar pasi janë disa pista të ngritura nga policia e Vlorës për këtë ngjarje, ku nuk përjashtohet ajo vetvrasjes, por edhe pistat e tjera të cilat mund të intensifikohen në vijim, kjo edhe pas hetimeve të grupit hetimor. Një ngjarje rëndë shënuar gjatë ditës së hënë ku një automjet tip BMW është djegur në qafën e Llogaras në zonën që çon drejt antenave. Brenda makinës është gjendur edhe trupi i pajet i një personi të djegur. Sipas informacioneve dhe burimeve nga policia e Vlorës, mësohet se shtetasi është Artion Xhelo, 28 vjeç, ish efektiv i policisë së shtetit në drejtorinë e policisë së qarkut Beratit. I riu ishte me origjinë nga ura vajgurore, ndërsa mendohet se në vitin 2023 kishte dhënë dorëheqjen nga strukturat e policisë për arsye që ende nuk janë bërë publike. Nga policia e Vlorës konfirmohet se 28 vjeçari mendohet se ka dhënë fund jetës duke i vënë zjarre i automjetit në cilin ndodhej. Ai dyshohet se vuante nga gjendje depresive, megjithatë shkaqet e rrethanave që çuan në këtë akt të rënd mbeten ende të paqarta. Nga policia e Vlorës ka ardhur më pas edhe njoftimi zyrtar i cili bën me dije se më datë 15/12/2025 rreth orës 14 është marrë njoftim se në vendin e quajtur qafa Llogaras Vlorë po diqte një automjet. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat konstatuan se një automjet tip BMW me targa AA 169 YX ishte djegur plotësisht. Në drejtimin e prokurorisë është ngritur grupi hetimor i cili ka kryer veprimet e para hetimore gjatë kthyrjes së automjetit. Nëse dile janë drejtuesit të mjetit u gjet trupi i pajet i një personi i djegur plotësisht. Nga kthyrja paraprakje e automjetit dhe trupit të pajet nuk janë konstatuar shenja të dukshme dhune apo dëmtime të shkaktuara nga faktorë të jashtëm, përveç atyre të shkaktuara nga zjarri. Nga verifikimet e kryera rezulton se automjeti ishte në pronësi të shtetasit Artion Isa Xhelo, i datëlindjes 22/2/1998, lindur te banues në Berat. Sipas deklarimeve të familjarëve, ky shtetas kishte dalë rreth orës 11 të ditës së hënë nga banesa e tij me automjetin në fjalë, pa bërë me dije destinacionin dhe nuk është kthyer më. Po sipas familjarëve, shtetasi vuante prej rreth 3 vitesh nga ankthi dhe depresioni, për të cilat ishte në trajtim mjekësor. Trupi i pajet është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal të Vlorës, ku për identifikimin përfundimtar pritet përgjigjja analizave biologjike. Nga hetimet e kryer deri në këtë fazë dyshohet se kemi të bëjmë me një rast vetvrasje, ndërsa në drejtimin e prokurorisë vjen puna hetimore për sqarimin e plot të rrethanave dhe dinamikës së ngjarjes.